Radhë kilometrike dhe bllokime që zgjasin me orë janë regjistruar mbrëmjen e së dielës në aksin Maliq-Gramsh, i cili po përdoret si rrugë alternative pas mbylljes së segmentit Librazh-Pogradec. Ky i fundit është bllokuar për shkak të rrezikut të shembjes së një ure, duke detyruar drejtuesit e mjeteve të devijojnë qarkullimin. Sipas raportimeve nga terreni, kolona e mjeteve në segmentin Maliq-Moglic ka arritur disa kilometra. Situata është përkeqësuar pas bllokimit të 3 trailerëve në këtë aks, ndonëse autoritetet kishin rekomanduar që rruga të përdorej vetëm nga mjetet e vogla. Për të menaxhuar trafikun, policia ka ndaluar hyrjen e automjeteve që në hyrje të qytetit të Maliqit. Në një moment tensioni, një grua që tentonte të kthehej drejt Tiranës ka humbur ndjenjat pas një përplasjeje verbale me efektivët e policisë, të cilëve u kërkonte shpjegime për situatën. Policia rrugore ka publikuar dhe akset alternative, ku për autoveturat rekomandojnë itineraret Maliq-Lozhan, Strelc-Gramsh-Elbasan dhe Qaftan-Pogradec-Korç-Leskovik përmet Tepelen, ndërsa për mjetet e tonazhit të rënd sugjerohet kalimi përmes pikës doganore të Qaftanës, drejt Maqedonisë dhe më pas Bllat në rrugën e Arbrit. Policia e Korçës dhe Elbasanit është angazhuar në terren për orientimin e drejtuesve dhe monitorimin e situatës krijuar me bllokimin e juglindjes.